Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës përfitojnë barna me rimbursim. Të pyetur, ata shfaqen skeptik për cilësinë e këtyre barnave. Në intervistat për Blu Televizion, qytetarët thonë se në shumicën e rasteve ato janë të paefektshme, teksa shprehen se ka patur raste që barnat me rimbursim kanë qenë edhe të skaduara. Vlonjatët flasin edhe për çmimin e tyre, duke thënë se nga viti në vit, çmimi i këtyre barnave rritet, duke i detyruar të paguajnë më tepër. Sipas qytetarëve, për problemet e shëndetit që kurohen tek barnat që përfitojnë me rimbursim çdo vit, ndryshojnë shtetet nga importohen dhe firmat që prodhohen. Qytetarët pohojnë se si pasojë e ndryshimeve nga viti në vit, në listën e barnave me rimbursim bie edhe cilësia e ilaçeve. Ata bëjnë një apel për kontrollin e cilësisë së barnave dhe veçanërisht atyre me rimbursim. Asa mendime kam, po që të shprem për para. Po, unë jam vetë në atë moshë që duhet i marrë ilaçet me rimbursim. Me thënë të drejtën unë s'marr asnjë. Pse? Sepse është një procedurë gjatë, shumë burokratike, që duhet shkosh nga njëri mjek në tjetrin, dhe kudo që të vesh, po se futejnë qik dorën në xhep, nuk të shërbejnë. Megjithatë, ky është problem tjetër që më shumë varet nga ne, që e përdorim këtë, sesa nga mjekët që janë të gatshëm më tepër kur e marrin këtë bakshish, gjë që nuk duhet ta bëjmë ne të parët. Cilësia. E para si marrim me rimbursim, e dyta vijnë të skaduara. Dhe e treta është që nuk gjendet, nuk e kemi. Është në mungesë një shprehje. Po, ndryshojnë. Unë vetë të kërkoj ilaçin tim, që tani nuk më kujtohet se si quhet, dhe më thonë, në vend të kësajt mund të përdorësh këtë. Po sa besueshmëri ka ky fakt? Bie, sigurisht që bie. Çmimi rritet. Japin gjithë skadencat. Të lutem. Edhe duan t'i vdesin pleshë shkrejt. Ti vetë merr ilaçe? Unë marr ilaçe, po më shumë pak. Dhe kur i mora në fillim fare, janë të vendit, ato ma ngrinë tensionin, jo ma ulnin. Të lutem, këtu është merë, këtu nuk e di Zoti i bën. Çudira se këtu nuk di çfarë bësh. Po çmimi, që do, ai çmim është si me t'i fal, e me i hut e plena t'i jep ty. Aq të këqija janë. Nuk bëjnë fare, po të them, me qenë që ta ulnin, ta ngrinin tensionin. Prandaj, këtu në Shqipëri, nuk e di. Këtu çdo gjë është zero. Ne këtu s'kemi ujë, kemi nga Tirana, kemi 1 muaj. S'ka ujë 1 orë, me zina vjen mëngjes. Është për të luritur. Nuk di ç'a bëhet. Edhe ngriu. Po ç'a do bëjmë vëlla? Kështu do rim ne. Vetëm ngriu dhe asgjë. Këto duhen djeg atje, djegur. Jo zvar, po djegur, të gjitha janë. Të gjithë mirat, jemi aq të revoltuar sa nuk ka më ku të shkojmë. Kështu që ç'a të dalësh? Pikën më nevralgjike. Nuk ka rregull. Unë kam përdorur merja me rimbursim një medikament për zëmrën, erdhi me çmimin 7.200 lekë të reja, dhe mbas disa kohësh ajo shkoi deri në 4.400 lekë. Tash i ka ullur prodhuesi, importuesi, apo si janë paguar taksat e shtetit. Apo është përfituar nga subjekti. Si unë duhet të flasësh me dokumentacion. Po unë jam shumë i rregullt dhe gjithë analizat më kanë dalë mirë. Kam bërë 2 stenda, kam probleme me stomakun, kam probleme me aortën këtu. Po, ato janë dhe të moshës. S'do besh me i rifë doktori. Sa vjeç je? 75. Qa të them unë ashtu. I marrim, unë marr me një rimbursim, se bëjnë efekt fare. I mbajnë aty, ja marrin 1 muaj skadence, dhe skadojnë ato, e pim nesë, bëjnë efekt fare. Ja, unë marrin nesë antibiotik, piva asë një efekt. Po marr për tension. Jo, ndryshojnë. Po thuaj se afërsisht janë të dy. Nuk gjendë mira. Vlen të theksohet se nga viti në vit rriten ankesat për sa i përket barnave me rimbursim. Kjo edhe për shkak të ndryshimeve që pëson lista e barnave të rimbursueshme. Vendi nga ato eksportohen firmave që i prodhojnë dhe veçanërisht mungesës në barnatore.